Fatkeqësisht gjuha urrëties ka ekzistuar gjithmonë, po arsyeja pse sot është një temë kaq e përditshme me cilën po hasim çdo ditë nëpër media, është për shkak të zhvillimit të tepër të madh edhe të portaleve online, gjithashtu edhe të hapësirës madhe të mendimeve dhe opinioneve nëpër rrjetet sociale. Target i gjuhës së urrëties fatkeqësisht mas shumti janë gratë, edhe jo vetëm në Kosovë, po edhe në nivel global. Këtu rol të veçantë luan media, si në aspektin pozitiv, fatkeqësisht edhe në aspektin negativ. Një target i gjuhës së urrëties shpesh din me qenë edhe vetë gratë gazetare, të cilat bashkë pse bojnë punë të guximshme edhe ngrisin tema të rëndësishme në Kosovë, tema tabu që prekin çështjet që më herët kanë qenë nëpër margjina të shoqërisë, bashkë atëherë bën target i sulmeve online. Është me rëndësi me ditë që gjuha urrëties është një prej formave të dhunës në bazë gjinore, edhe duhet me u trajtu si e tillë. Po fatkeqësisht në Kosovë institucionet as në aspektin ligjor nuk e trajtojnë si të tillë dhe shumë prej grave të cilat kanë mësuar si ngacmime si gjuhë të urrëties online kanë mbetë pa i adresua apo pa i raportuar ato për shkak se hezitojnë në besimin që e kanë në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Për mua, një prej formave ma brutale, e cila ndoshta na ka njëherë kur flasim për gjuhë të urrëties, paramendojmë veç kërcënime dhe gjuhë e cila thret veç për dhunë, qoftë fizike, qoftë seksuale, e cila është shumë e shpesht. Për mua kjo nënkupton ma shumë një farë mjeti kontrolli të mendjes grave dhe me kufizu hapësinën e tyne në publik. Na e dim që në çdo mbrëmje shohim burra në televizion, çdo ditë shohim lajme që burimet kryesor janë burrat, ajo që dojmë me ndru si rjet i grave gazetare, është me ndryshu narrativën, me konë gratë pjesë e burimeve të prodhimeve mediatike, mënyrën se si raportohet, sidomos për dhunën në bazë gjinore, me pas kujdes si trajtohen viktimat në këto raste, po gjithashtu ajo që është më e rëndësishme është mos me ushqy urrëtien, e sidomos mos me ushqy urrëtien me bazë gjinore. Ky raport në fakt është më shumë një lloj udhëzuesi analitik, i cili ka ardhur si nevojë jo vetëm pas themelimit të rrjetit të grave gazetare, po ka ardhur si nevojë që kur AGK-ja e ka kriju edhe shtyllën e fuqizimit të grave. Në kuadër të së cilës na e ndajmë edhe një çmim për raportimin e përgjithshëm për fuqizimin e grave, mënyra se çysh portretizohen gratë në media e të tjerë. Pastaj ka ardhur edhe me iniciativa të tjera që kemi bërë së paku 8 trajnime nga mbi 20 gazetarë secili, ku kemi folë se si duhet të kemi kujdes në raportimet tona e të tjera. Kështu që kur kemi ardhur tek raportin krejt kemi me marrë, ka me qenë online, po du me thonë ma shumë kontekst lidhur me atë se si ka ardhur deri te nevoja. Megjithse rrjeti i grave gazetare si mision primare ka mbrojtjen e grave në media, misionin tjetër e ka që mi mbrojt edhe gratë se si pasqyrohen ato në media, se si portretizohen gratë në media. Po gjithmonë kur kemi folë me donator, kur kemi shpjeguar një nevojë, sepse ka ardhur nevoja që në kuadër të asociacionit të gazetarëve, që i mbulon të gjithë gazetarët, gra e burra, me u themelu edhe një entitet tjetër, si rrjeti grave gazetare, atë neve na u ka dashur diçka për cilin duhemi me tregu, me e dëshmu se si pse është kjo nevojë. Kështu që ka ardhur raporti. Një prej formave që kemi identifikuar në rrjetin e grave quajmë edhe si hapësirë të sigurt për gratë, një prej formave që kemi identifikuar të presioneve, të diskriminimit, të dhunës që gratë në media përballen me të, ka qenë edhe gjuha e urrëties. Kjo ka ardhur e kemi pa par vjet edhe rastin me Alp Kings që kemi pas 6 gazetare, të dy prej të cilave madje kanë hezituar edhe me bu publik rastin të AGK-ja, vetëm e kanë paraqit pranë institucioneve, edhe rasti Adriana Faqet, e cila ka kalu presione të ndryshme, pastaj vitin e kaluar e kemi pa edhe rastin e Tutur Akusajt, e cila ka qenë edhe vazhdon me qenë aktiviste shumë e zëshme, pastaj ka edhe fushata edhe ndaj Leonidës edhe ndaj Çikës, ka presione ndaj AGK-s. Kështu që ky raport ka ardhur nevojë me pa se çfarë saktësisht është gjuha e urrëties me bazë gjinore. Paralelisht me mbrojtjen e gazetarëve, misioni i AGK-s është që me mbrojtë edhe lirinë e shprehjes.
mirë po ne e mbrojmë lirinë e shprehjes e cila është e garantuar me kushtetut. Nuk e mbrojmë parimin e të fshehurit pas lirisë së shprehjes që pastaj me bo diskriminime qofshin me bazë gjinore apo diskriminime të formave të tjera. Kështu që ky ka ardhur si një lloj manuali që me u afru më shumë me audiencat, që me u afru më shumë me mënyrën se si madje edhe mediat po raportojnë, edhe me pa se çfarë është gjuha e urrejtjes, se çfarë është gjuha urrejtjes me bazë gjinore, cilat janë format të diskriminimit që i përfshin pastaj gjuha e urrejtjes. Një prej problematikave kryesore që na e kemi identifiku, e përmendje dhe Leonida, është hapësira online, janë hapësirat virtuale, ku nga monitorimet tona, të cilat kemi fillu me i bo shumë ma herët, para se me ardhë raporti, na e kemi pa që gratë sulmohen në veçanti në aspekte më personale, në aspekte më individuale, për shkak se këtu hyn në formacion edhe faktori gjini. Shumë ma lehtësisht sulmohen jo vetëm gratë në media, që punojnë në media, po të gjitha gratë kur raportohet për to. Nuk janë të ralla rastet e femicidit në Kosovë fatkeqësisht, edhe në këto raportime na e shohim se sa keq paraqitet një rast i dhunës në familje, se si paraqitet një viktim e dhunës në familje, se si paraqitet një mbjetuar e dhunës në familje. Mediat jo per se e shkruajnë që është faji i gruas, mirë po gjithmonë në titujt e tyre, në përshkrimet e tyre, lënë të nënkuptohet që ka ndodhur diçka, ashtu që me sjell një burr për me e kry krimin, pra për me kry vrasjen në drejtim të grave. Pastaj mos flasim edhe për çështjen sepse këtu ka shumë problematika. Një nga ato është edhe mos skemat e financimit të mediave dhe pastaj nevoja e mediave për mi postu të gjitha materialet, këtë përmbajtjen me qitë posaçërisht në Facebook, së fundmi ka fillu edhe në TikTok, edhe gjithashtu në YouTube, sepse po financohen nga Meta edhe nga Google. Kështu që nëse kemi analizu disa nga artikuj, kemi monitoru disa raste, qysh është tash edhe rasti i Marigonës, qysh është edhe rasti i Liridonës. Brenda në artikull, mund të themi se 90% të rasteve, ne kemi të bëjmë me një artikull të shkruar korrekt, që është i përgjithshëm dhe që është informues. Mirë po ne kemi probleme për shkrimet të cilat bëhen posaçërisht në rrjetet sociale, edhe me fotografitë me cilat ilustrohen këto raste. Rastet janë të pakta, kur janë raporti policisë për dhunë në familje ku burrat janë viktima, edhe zakonisht fotografia është një take, një gru me një take në dorë. Pastaj edhe dim se qysh është keq përdor edhe tragedia e Liridonës me këto videot me AI, pra AI nuk e ka ndihmu rastin tonë, në vend se të përdorej për mirë, në vend se të përdorej për me ngrit vetdijen se çka është dhuna në bazë gjinore, se çka është urrejtja, gjuha e urrejtjes në bazë gjinore e të tjera, ajo po përdoret për keq edhe tutje po e thellan. Kështu që ne jemi mundu që me i shtjellu këto aspekte, edhe për me mri tek punët e tjera të cilat do të publikohen. Pas këtij raporti analitik, ne do të publikojmë edhe raportin faktik, i cili natyrisht do të bëhet jo vetëm me gra të cilat punojnë në media, por do të bëhet gjithashtu edhe me gra të cilat kanë qasje në media. Na e dim që gratë gazetaret, aktivistet dhe politikanet janë më të ekspozuara dhe gjasat janë shumë të mëdha që të bien prej e gjuhës së urrejtjes, edhe sepse janë të ekspozuara themi edhe në jetën publike. Mirë po, 1 në 3 gra botërisht një herë në jetë ka pasur diskriminim, ka pasur dhunë me bazë gjinore, e në kuadrë kësajna hyn edhe gjuha e urrejtjes, pra mënyra se qysh janë publiku, së fundmi e kemi edhe një reagim prej Qikës, një video e cila është postu në TikTok, dhe do me thonë që gratë nuk janë të mbrojtura, gratë të çfarë do moshe, të çfarë do profili, edhe këto e ka bu edhe ma të vështirë hapësira virtuale. Pas raportit të cilin do ta publikojmë për gjuhën e urrejtjes, raportit faktik, ne do ta publikojmë edhe raportin i cili është diskriminimi me bazë gjinore, do të publikohet në fund të vitit, po bëhet në kuadër të një projekti me OSBE-n, ku kemi mbledhur të dhëna gjatë 5 viteve të fundit, edhe po ushqehet raporti edhe me gjetjet e reja.
edhe gjithashtu raportin e parë që kemi bu për gjuhën e urrejtjes ka qenë në bashkëpunim me UNMIK-un, ku kemi identifikuar se gjuha e urrejtjes që përmendi Leonida më së shumti në fakt shpërndahet në këto debate. E këto debate nuk ka përfaqësim të grave, kështu që është një platformë tepër e mirë për shtatet burra më mbledh aty dhe me kriju mandej narrativa qysh ju konvenojnë, sepse nuk është një grua e cila ka me mujt edhe me fol për vete edhe me fol për gratë e tjera. Kjo ka qenë një prej rekomandimeve tona të vazhdueshme në fakt, që mos mu mbyt hapësirat vetëm me një perspektivë, vetëm me një zë, po të ketë përfaqësim të barabartë. Prej rekomandimeve keni me i pati raporti, pra po them mos me hyqë kemi dash me bonë në qëtë formë se ju keni me lexu raportin, nëse dëshironi ta lexoni. Për rekomandimeve natyrisht që tek ky raport i cili është vetëm analitik, na kemi pas guxime ju drejtu AGK-s, çka me bo AGK-ja, na kemi bëjë një punë shumë të mirë në fakt mendoj me ngritjen e kapaciteteve të gazetarëve për këto raportime. Na kemi pas një projekt tepër të gjatë vitin e kaluar që e ka mbulu komplet raportimin e përgjithshëm, si duhet të rrëfihet, si duhet i qasemi të mbijetuarave të dhunës seksuale, të mbijetuarave të diskriminimit, të dhunës në familje të tjera, ka qenë me UN Women. E kemi përkthy kodin e Nadia Muradit, i cili është i qasëshëm për gjithë gazetarët. E kemi përkthy artikullin e 17 të Konventës së Stambollit, i cili lidhet direkt me mediat. Edhe këto kanë qenë iniciativa, pastaj jemi marrë edhe me të drejtat e diskriminimin që u bët grave brenda vendit të punës, edhe për atë do të kemi edhe një publikim tjetër, e kemi bërë edhe një trajnim ku i kemi mësu gratë gazetare qysh me raportu për këto shkelje dhe njëherë qysh me identifiku shkeljet kur ju ndodhen. Jemi mundu me identifiku gratë gazetare të cilat vinë prej të gjitha mediave, qofshin ato publike vetëm një. Kemi mediave private, mediave OJC, mediave qendrore, mediave lokale, mediave të komuniteteve jo shumic, pra jemi mundu që me pas shtrirje që së paku një përfaqësues me pas ajo media që me ditë se kuj me u drejtu pastaj përshtetësime që i ka, udhëzuesi do t'i ketë edhe rekomandimet dhe adresës ku duhet të shkohet për çfarë rasti. Ndërsa në këtë rast ne ju kemi drejtu AGK-s, ju kemi drejtu Komisionit të Pavarur për Mediat, që është trup rregullues i mediave audiovizuale, si dhe Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, i cili merret me respektimin e kodit të etikës në mediat e shkruara, gjithsesi në mediat online, pra mediat e përgjithshme. Fatkeqësisht kërkush nuk ka mision me mbikëqyr rrjetet sociale, aty është ku ndodh në fakt shkeljet më të mëdha ndodhen. Edhe një herët mi bë thirrje edhe institucioneve që me i marrë parasysh dhunën me bazë gjinore që ndodh në hapësirat online posaçërisht.